që nga 1 dhjetori pensionistët do të tërheqin bonusin e fundvitit, një shpërblim financiar që qeveria vendosi për të mbështetur të moshuarit dhe kategoritë më të ndjeshme në këtë fundvit. Sipas të dhënave zyrtare, 541.000 pensionistë me pension deri në 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë të rinj, ndërsa 221.000 pensionistë me të ardhura mbi 200.000 lekë do të marrin 10.000 lekë. Shpërblimi prek gjithsej 762.740 persona, duke përfshirë 640.325 pensionistë pleqërie, 2.322 në pension social, 65.232 persona me pension invaliditeti, 48.087 me pension familjar dhe 6.774 me trajtimet veçanta financiare si minator të nëntokës, punonjës të ish-ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarak në pension të parakoshëm. Bonusi prej 10.000 lekësh e marrin kryesisht pensionistët me të ardhura mbi 200.000 lekë dhe ata që përfitojnë trajtime të veçanta, ndërsa bonusin prej 15.000 lekësh e marrin pensionistët me të ardhura deri në 20.000 lekë dhe disa kategori të tjera si pensione, invaliditeti, familjar dhe profesionistë të vështirë. Pensionistët që nuk do të mund ta tërheqin bonusin gjatë muajit dhjetor kanë mundësi ta marrin deri në 30 qershor 2026, ndërsa pas kësaj date shpërblimi nuk do të jetë më i disponueshëm. Ndërkohë qeveria pritet të miratojë gjatë dhjetorit një akt normativ për ndryshimet e buxhetit që mund të parashikojë shpërblime fundviti edhe për familjarët me ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuar që marrin pagesa mujore përmes shërbimit social.